sidomos nuk kemi pasur takim me partinë në pushtet, nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Nuk do të punoj për një qeveri afat shkurt, pra pas zgjidhjen e çështjes bazike të presidentit, nuk kemi pas asnjë takim me asnjë prej partive politike në Kosovë, sidomos nuk kemi pasur takim me partinë në pushtet. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vet politik karshi lëvizjes vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Pra ky është pozicioni i qartë i LDK-s paraelektoral dhe si i tillë mbetet edhe sot dhe si të tillë e kam respektuar për këto 30 ditë dhe do ta respektojmë në ditët në vijim. Po ashtu, qëndrimi elektoral e paraelektoral ka qenë se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Ky vazhdon të jetë qëndrimi ynë tani. Dhe po ashtu kemi thënë se LDK nuk synon dhe nuk do të punoj për një qeveri afat shkurt. Pra pas zgjidhjen e çështjes bazike të presidentit që përcakton dhe zgjedhjet tashme nacionale të Kosovës, LDK-ja nuk beson se do të ketë stabilitet qeveritar dhe për qeveria pa shkurtra nuk është e interesuar fare. Nuk do të përsërisim pra gabimin paraprak të thutjes në qeveri për afate të shkurtra, më pas për të marrë rezultate jo të favorshme elektorale. Interesi i LDK-s është para së gjithash. Gjithashtu duhet të bëhet qartë se ne besojmë se i takon të parit fituesit të zgjedhjeve, që të nisë afatet kushtetuese sa më parë. Vendit i duhet stabilitet institucional, i duhet qeveria e Kosovës, i duhet parlamenti i Kosovës.